Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në specialin e ditës ku kemi vendosur të bisedojmë, të flasim për çështjet evropiane, respektivisht do të bisedojmë dhe analizojmë mesazhet e fundit të përfaqësuesve të lartë të BE-s të dhëna në Shkup dhe deri ku jemi me përmbushjen e detyrimeve që vendi ynë i ka marrë përsipër më herët e që duhet i plotësojmë nëse dëshirojmë të fillojmë bisedimet aderuese me BE-n. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, i themi në këto momente ministrit për çështje evropiane dhe një herët kryenegociatorit me BE-n, Orhan Murtazani. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Gjithmonë. Edhe sa përfaqësues të lartë të BE-s duhet të vinë në vendin tonë për të thonë të njëjtën gjë, se duhet të mbetemi në të njëjtin kurs dhe rrugtimin e nisur me BE-n, ndërsa ai rrugtim është zbatimi planetar. Unë mendoj që përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian kanë ardhur, do të vazhdojnë të vinë. Ata vinë madje me shumë qef edhe e kanë detyrë të vinë, sidomos në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne si qeveri jemi plotësisht të vetëdijshëm për përgjegjësitë ose obligimet që janë marrë nga qeveria paraprake, mirë po çdo përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian që vjen në Shkup, padyshim pohon që orientimi i qeverisë së re dhe përpjekjet për intensifikimin e procesit të eurointegrimeve janë një dëshmi shumë e lartë, gjë e cila dëshmohet edhe me planin e rritjes ose agjendën e reformave. Jeni të vetëdijshëm se qeveria është në presion ndërkombëtar politik sa i përket mos zbatimit të planit A, ndryshimet kushtetuese sidomos? Aktualisht nuk ka ndonjë presion politik, aktualisht ka një gatishmëri shumë të madhe për të inicuar dialog i cili do të krijojë hapësirën e mjaftueshme për përfundim të negociatave. Për arsye se ne jemi të interesuar për një zgjidhje e cila jo vetëm do i sjellë ndryshimet kushtetuese, po do e bëj Maqedoninë e Veriut antar të përfuqishëm të Bashkimit Evropian. Flasim për përfundim të negociatave me Bullgarinë. Jo, flasim për përmbyllje të negociatave për përfshirjen në Bashkimin Evropian. Po ne ende se kemi filluar. Absolutisht, por ne jemi në një farë mënyre të shqetësuar për mundësinë shumë të lartë të një bllokimi të sërishëm. Si ministër për çështje evropiane, si e kuptoni ju deklaratën e kryetarit të KS Antonio Koshtës dhe përfaqësuesi i lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas në Shkup, kur thotë: "E dini se çfarë duhet të bëni? Hajdeni të parafrohemi në një farë mënyrë të qartë u bën me tije se bëni punën tuaj për të cilën jeni dakorduar, respektivisht miratoni ndryshimet kushtetuese nëse dëshironi të filloni bisedimet aderuese." Si kuptoni ju këtë mesazh? Se për më pak se 10 ditë kemi pasur një ofanzivë të themi nga Bashkimi Evropian në lidhje me këtë. Absolutisht, deklarata të tilla ka pas edhe më herët, do të ketë edhe më tutje. Këto deklarata me siguri që do të përsëriten edhe gjatë summitit të liderëve të rajonit në fund të qershorit, fillim të korrikut, i cili do të mbahet në Shkup, ku pjesëmarrjen e saj e ka paralajmëruar edhe komisarja për zgjerim Marta Kos. Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për këto mesazhe. Këto mesazhe kanë një qëllim ose një apel që ne si Maqedoni e Veriut të mundohemi sa më shpejt të gjejmë zgjidhje për të shfrytzuar momentin. Çfarë nënkupton ky moment? Ky moment pas invazionit rus në Ukrainë nënkupton zgjerim të shumëfisht të zgjerimit të Bashkimit Evropian për shkak të interesit strategjik. Andaj të gjitha këto mesazhe ne i lexojmë me kujdesin maksimal të shfrytëzimit të momentit. Edhe unë personalisht, edhe ne si qeveri jemi plotësisht të vetëdijshëm që duhet shfrytëzuar ky moment, mirë po për momentin nuk mund të themi se jemi afër një zgjidhje e cila do të garantojë për mbylljen e bisedimeve të Maqedonisë së Veriut. A jemi në kursin e njëjtë për të antarësuar në Bashkimin Evropian, apo ndoshta ndërkohë pak kjo çështje është zbehur, kemi humbur rrugën teksa të themi merremi se kush doli dhe kush hyri në qeveri? Ju pyes sepse çfarë ka dashur të thotë Kallasi me këtë deklaratë? Rruga e antarësimit nuk është e lehtë, por ju bëj thirrje që të mbeteni në kursin e njëjtë. Kjo mendoj që nuk nënkupton që Maqedonia e Veriut ose qeveria e re ka ndryshuar kursin politik. Për arsye se një ndër 3 prioritetet kryesore të qeverisë së re është edhe integrimi i vendit në BE. Madje prioritet strategjik i Maqedonisë së Veriut është antarësimi në BE. Një pjesë e këtij orientimi strategjik, antarësimi në NATO, është realizuar, mbetet të realizohet antarësimi në Bashkimin Evropian. Nuk kemi të bëjmë me ndryshim kursi, thashë të gjitha këto apele ose mesazhe të cilat i dërgojnë përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian janë në drejtim të shfrytëzimit të këtij momenti i cili më shpejt, shumë më shpejt madje se ç'kemi menduar ne, mund të na sjellë në Bruksel. Më falë që ndërpresë. Nuk do thotë se ndoshta vallat ta druajnë se ndryshimet kushtetuese fare nuk janë në agjendën
kësaj qeverie? Absolutisht jo, për arsye se ata e din sigurt të gjitha shqetësimet që i kemi paraqit ne edhe publikisht, por edhe në takimet bilaterale me ata, dhe e din gatishmërinë tonë për të filluar ndryshimet kushtetuese madje edhe nesër. Kur jemi të ndryshimet kushtetuese, kur vendi jemi do t'i bëjë ndryshimet kushtetuese që janë përcaktuar në kornizën negociuese me BE, që është edhe në pjesë e marrëveshjes me Bullgarinë, ju pyes sepse ju fort mirë dini se me hapjen e momentit të hapjes së bisedimeve vendi do të ketë më shumë mjete, parat, qasjet e fondet që do të shfrytëzohen më pas edhe për investime në korridorin 8, 10, në linjat hekurudhore etj. Gjitha janë këto mjete të cilat nuk duhet vendi ynë t'i kthejë, pra nuk janë kredi. Për atë arsye kur vendi ynë ose kjo qeveri do të bëjë ndryshimet kushtetuese. Çfarë jemi prej tani këtij moment se është shumë kyçe për hapjen e bisedimeve. Një gjë duhet ta them të qartë. Plotësisht jemi të vetëdijshëm që nuk ka mënyrë si ta anashkalohen ndryshimet kushtetuese. Edhe unë personalisht, edhe qeveria, edhe vetë kryeministri kemi shumë të qartë këtë punë, këtë pjesë. Ajo që ne jemi shumë të interesuar është për shkak të përvojës së hidhur që ne kemi si shtet me disa bllokime në të kaluarën. E para, e dyta, për arsye se kjo është një çështje shumë emocionale, sentimentale, e cila lidhet drejt për drejt me identitetin dhe gjuhën e bashkëqytetarëve tanë, ne duhet të jemi shumë të sigurt se ndryshimet kushtetuese nuk do të sjellin vetëm hapjen e negociatave, por duhet të sjellin edhe parashikimin e datës së përmbylljes së atyre negociatave. Ashtu siç Shqipëria ka një datë orientimi 2027, ashtu siç Malizi ka një datë orientimi fundin e 2026, ne duhet ta kemi të qartë periudhën e përmbylljes edhe premtimin se në këtë proces nuk do të ballafaqohemi më me kërkesa bilaterale. Për një arsye të thjeshtë, për arsye se kërkesat bilaterale asnjëherë nuk kanë qenë pjesë e procesit negociues. Procesi negociues gjithmonë është dizajnuar përmes një sër reformash dhe adaptimit të legjislacionit të Bashkimit Evropian, neve të na sjell më afër Bashkimit Evropian. Ndërsa çështjet bilaterale është dëshmuar edhe në rastin ton, edhe në raste të tjera se vendin kandidat e largojnë nga antarësimi në Bashkimin Evropian. E para dhe e dyta, këtë marrëveshje kanë bërë më herët. Këtë kornizë kanë miratu. Kjo është që tash ju ka me juve. Absolutisht, po ne nuk mund të vazhdojmë nëse nuk ka perspektivë të qartë për këtë punë. Për arsye se nëse ne një anshëm i miratojmë ndryshimet kushtetuese dhe ballafaqohemi me një bllokadë tjetër, shiko, neve nuk na trembin kërkesat e reja qoftë nga Bullgaria, qoftë nga ndonjë vend tjetër. Ne vetëm duhet jemi të sigurt që këto kërkesa nuk do të transformohen në veto dhe që këto kërkesa mos janë bilaterale të lidhura me historinë dhe identitetin. Edhe për një arsye shtesë, për arsye se viteve të fundit bilateralizimi rrezikon të bëhet një praktikë e rregullt e Bashkimit Evropian. Ne shohemi aktualisht që edhe Hungaria paraqet një pengesë për Ukrainën, një pengesë potenciale Kroacia për Malin e Zi, andaj të gjitha këto bilateralizime nuk e vendosin vetëm në pikpyetje kredibilitetin e vendeve kandidate, por madje edhe të Bashkimit Evropian në kontekst të zgjerimit. Pa duhet t'i besojmë Antonio Kostës kur thotë se unë në mënyrë të përkryere kuptoj Mickosin kur thotë se veç më keni ndryshuar flamurin e emrin shtetit, kushtetutën e kështu me radhë, por tani duhet jemi të sigurt se askush nuk do të kërkojë asgjë më shumë se sa ajo që duhet dakorduar, që është dakorduar më herët. Garanca nuk ka, po garanca është kjo, ato që kemi dhënë në shkrimin dikur më herët. Unë personalisht një gjë kam të qartë. Pa besim në Bashkimin Evropian, pa besim në lideret e Bashkimit Evropian, ne nuk do të mund asnjëherë ta përmbyllim këtë proces. Andaj kur zotri Koshta na thot kështu, ne patjetër që duhet t'i besojmë. Dhe e dyta që kam thënë disa herë, sado që të kemi besim në Bashkimin Evropian, nëse ne nuk krijojmë besim dhe fuqinësi të mirë të ndërsjell ne me Bullgarinë dhe Bullgaria me ne asnjëherë nuk do të mund ta kemi këtë proces të garantuar. Andaj këto thirrje të zotri Koshtës dhe të gjithë përfaqësuesve të lartë janë një udhërrëfyes se si ne do të mund të kishim arritur deri te një zgjidhje. Shumë sinqerisht tash duke dëgjuar, ju pëlqen kjo situatë në të cilën ndodhemi se vjen njëri shkon tjetri, po na lusin të bëjmë punën tonë, ndërsa ne kërkojmë nga ana tjetër garanca dhe me të njëjtat qëndrime pak a shumë jemi në vend numëro. Mos të themi nga ana tjetër kemi lavdrata për harmonizimin e legjislacionit me BE. Për implementimin e kështu me radhë. Do të thonë, jemi lavdruar në aspekt të, na ka vetë kjo puna e pakryer. Do të thonë, ju duket kjo një gjë normale? Absolutisht po.
ju pëlqen, nuk besoj se ju pëlqen, po e formulova në këtë mënyrë pyetjen sepse ju vetë keni ditur para se të vini në qeveri se me çfarë, domethënë në çfarë gjendje e merrni qeverin, me cilat obligime, me çqiat dhe të mirat. E dinim se duhet bërë ndryshimet kushtetuese. Kur jemi duke biseduar për ndryshimet kushtetuese, kjo është lidhur me Bashkimin Evropian dhe të ardhmen tonë, se njihemi shumë vite më parë dhe ëndra onë është të antarësohemi në Bashkimin Evropian. Jo vetëm që është normale kjo situatë, por ne mendojmë që implementimi i të gjitha reformave, qoftë si pjesë e agjendas së reformave, qoftë nga plani i rritjes, qoftë në drejtim të harmonizimit të legjislacionit DBS, është sinjali më i fortë që dërgohet jo vetëm në opinion, por edhe në Bruksel, se ne jemi seriozisht të antarësuar, edhe jo vetëm deklarativisht. Andaj këtë sinjal në Bruksel e kanë pranuar shumë mirë dhe e kanë vlerësuar lart. Ju e keni pa që çdo deklaratë e përfaqësuesve të lartë nga Brukseli në Shkup fillon me përgëzime për punën, për kushtimin e Maqedonisë së Veriut e kështu me radhë. Mirë po, ne duhet të kemi parasysh dy gjëra. E para është që pa VMRO DPMN, ndryshimet kushtetuese nuk mundën të bëhen as në legjislacionin e kaluar, as në këtë legjislacion. Të gjithë ne tjerët kushtimisht thonë, edhe nesër po të jemi gati të fillojmë procesin, pa VMRO DPMN në aspekt të numrave, kjo është e pamundshme. Dhe e dyta, vota e zgjedhjeve të kaluar në bllokun maqedon kishte një mesazh. Perceptimi për marrëveshjen me Bullgarinë, për propozimin francez, për protokolin, sidomos për protokolin numër 2, është se qeveria e kaluar duke e pranuar atë ka shitur interesin nacional. Andaj, prej këtij perceptimi, po them gjithmonë perceptim, deri te gjetja e një zgjidhje, unë mendoj që nuk duhet të ngutemi. Ajo që është Po na ik popullata. Ajo që është sa ndrojmë ne për të antarësuar qytetarët duke emigruar masovikisht në vendet e BE-s. Mirë po, kjo që e thonë ju, sjellja e ndryshimeve kushtetuese, nuk do i ndal. Nuk do i ndal për arsye se nëse ne do të ishim ballafaqur me një bllokat tjetër, ajo do ta kish përshpejtuar edhe më tepër emigrimin, edhe frika ime më e madhe do ta kish rrit jashtëzakonisht shumë euroskepticizmin. Me një euroskepticizëm aq shumë prezent në shoqëri, ju do ta keni vështirë pastaj në kampin Maqedonas të gjeni politikan të cilët do e mbështesin procesin e eurointegrimit në vend. Andaj, ndërmjet një zgjidhje të shpejtë me pasoja dhe një zgjidhje më të ngadalt por të sigurt, ne gjithmonë do ta zgjedhim këtë të dytë. Kur e përmendet ndryshimet kushtetuese dhe VMRO DPMN nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese, më tregoni për shembull, sa herë keni biseduar me kryeministrin këtë muaj pasi kanë ardhur këto përfaqësuesit e lartë, Kallas, Kosta dhe kështu me radhë në lidhje me këto punën e mesazheve e kështu me radhë. Keni biseduar, ka treguar interes pse dy proceset bashkojnë, ju në krye negociator, as kryeministër, bashkë çoni këto. Sa herë keni biseduar me këtë? Absolutisht, këto tema unë i bisedoj shpesh, madje shumë shpesh edhe në bazë ditore. Edhe kryeministri e ka shumë të qartë këtë mesazh, edhe pa u thënë nga Shkupi. Mirëpo, ai është i obliguar që këtë proces ta vendosim në një kornizë të parashikueshme. Përderisa procesi nuk është i parashikueshëm, rreziku jo vetëm politik, por rreziku real për të bllokuar sërish procesi është shumë i madh. Kur jemi duke biseduar, Kallas dhe Mickoski kanë diskutuar edhe për mekanizma të mundshme për zhbllokimin e marrëdhënieve me Bullgarinë, por nuk ka detaje. Besoj se kjo është shpresa e ekzekutivit të cilat mund të zhbllokohet ky proces të themi me Bullgarinë. Për cila mekanizma bëhet fjalë? A jeni të informuar ju si ministër për çështje evropiane për çfarë mekanizme, çfarë mund të presim, cila është opsioni A, B? Absolutisht po, unë kam qenë pjesë të gjitha takimeve të kryeministrit, gjatë vizitës së përfaqësuesit të lartë Kallas në Shkup, isha një udhtim zyrtar dhe nuk munda të marr pjesë, por ishte zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti. Andaj të gjitha këto, do të kisha thënë, strategji ose qasje bëhen përmes komunikimit të ndërsjellë. Në këtë pikë, ashtu siç tha edhe përfaqësuesja e lartë Kallas, ne nuk mundemi të ndajmë më shumë opinionin, për arsye të sensitivitetit shumë të lartë në të dyja palët, duhet të krijojmë një hapësirë më të qetë për të testuar disa pista të cilat mund të na shojnë drejt normalizimit të raporteve. Por kjo është vetëm në kuadër të planit A, më fal që. Absolutisht po. Absolutisht po. Mirë po, ajo që neve na intereson me shumë ngulm është rivendosja e dialogut sa më shpejt që mundet dhe për këtë kryeministri dhe publikisht ka shprehur gatishmëri. Kur do të jetë parafërsisht për këto mekanizmat
Kjo tash mbetet edhe nga dinamika e përfaqësuesve të lartë në BE, mirë po mund të ndodhë edhe shumë shpejt. Në këto momente në cilën ndodhet vendi ynë, kur mendoni se Republika e Maqedonisë së Veriut do të jetë antare e plotë në familjen e madhe evropiane? Teknikisht, deri tani biseduam për komponentën politike të procesit, tash të flasim pak teknikisht. Ne po e përmbyllim teknikisht procesin, që nënkupton të gjitha parakushtet, i kemi 3 udhërfyes, të 3 udhërfyesit janë dërguar në Bruksel si draft versione, në momentin që do i kemi komentet kthyese, do i miratojmë në qeveri dhe në formë zyrtare do i dërgojmë në Bruksel. Në momentin kur do i dërgojmë në Bruksel, ne do jemi teknikisht gati për hapjen e procesit të negociatave. Bindja ime e thellë është se ne gjatë vitit 2025, nëse i bëjmë ndryshimet kushtetuese, deri në fund të 2027 do të jemi në gjendje të mbyllim të gjitha grup kapitujt edhe kapitujt. Që i bie se ne jemi ende aty dikund me malin e zi. Entuziazmi i hapjes së negociatave do i kishte përshpejtuar edhe më tepër të proces të harmonizimit dhe unë jam shumë i sigurt që para vitit 2030 ne si Maqedoni e Veriut do të mund të ishim antari plotfuqishëm. Mbetet ajo opsion, domethënë optimizëm në lidhje me deri vitin 2030 mund të jeni. Nuk është vetëm optimizëm, nga harmonizimi total ne jemi diku mbi 50%. Në shumë procese ne jemi ende aty me malin e zi, me dallimin që mali i zi ka hapur dhe po i mbyll disa kapituj. Andaj kjo është, unë jam realist, nuk jam vetëm optimist kur e flas këtë. Dhe kur i përmendet se nëse deri të vitin 2025 bëhen ndryshimet kushtetuese, vareni ju do një atmosferë brenda koalicionit se mund të bëhet kjo punë, edhe pse kemi zgjedhje lokale, kështu që. Absolutisht këtë e ka thënë kryeministri publikisht që ne në thelbin e ndryshimeve kushtetuese nuk kemi asnjë vërejtje. Andaj shumë e mundshme është që brenda vitit 2025 edhe të mund të ndodhin. Para apo pas zgjedhjeve? Ne këtë proces nuk e lidhim me procesin zgjedhor, por me atë që duhet jemi të sigurt që më nuk do të na përsëritet. Pa nuk besoj se Pala Maqedonisë do dalë në zgjedhje në fushat me Po nuk kemi asnjë deklaratë të tillë, të asnjë eksponenti, as edhe vetë kryeministit ku thotë që para zgjedhjeve nuk do i bëjmë, pas zgjedhjeve nuk do i bëjmë. Andaj nuk mund ta lidhim këtë proces me zgjedhjet lokale. Se zgjedhjet lokale janë për çështje lokale. Më tregoni se kur duhet të vinë 1.2 miliard euro të para, nëse nuk jam gabim, për planit të rritjes? Ne si Maqedoni e Veriut i kemi në dispozicion 750 milion euro. Nga 750 milion euro, 52.5 milion euro vetëm se ma i kemi arkëtuar si shtet dhe kemi qenë të parët nga gjithë vendet kandidatet të Ballkanit Perëndimor. Me 15 mars, unë si koordinator nacional për implementimin e planit të rritjes, deri te Komisioni Evropian në Bruksel kam dërguar kërkesën për lirimin e 17.1 milion eurove nga 5 reformat të implementuara deri në dhjetor. Deri në 15 korrik do e dërgoj kërkesën e dytë për 70 milion euro shtesë, ndërsa në fund të vitit për 130 milion euro shtesë, që i bie deri në fund të dhjetorit ne do duhet t'i arkëtojmë 217 milion euro plus 52 që tani me i kemi. Ti tregoj publikut do t'investohen, do të jenë të dedikuara për? Një pjesë e tyre që janë për mbështetje të drejt për drejt buxhetore, pjesë 2 të treta tjera, 1/3 grante, 1/3 hua janë për projekte të listës ashtu quajtur lista indikative e projekteve, e cila përbohet nga 19 projekte. Nga gjithë këto 19 projekte ne do i kemi në dispozicion nga shuma e përgjithshme 383 milion euro. Andaj në momentin që kjo listë do të miratohet nga Komisioni Evropian, të njëjtën do të mund ta shpërndajmë edhe me opinionin, por ka projekte nga infrastruktura, nga energjetika, ka projekte në shëndetësi, ka projekte në digitalizim dhe ka projekte në sektorin e arsimit. Për atë arsye kërkojmë sepse BE-ja premton shumë për në zhvillimin tonë të vendit tonë, për atë arsye dhe bisedojmë kur do të mundemi të fillojmë bisedimet negociuese. Absolutisht, edhe pse kjo nuk lidhet me procesin negociues. Kanë qartë, po çfarë do të bisedoni në takimin bilateral në Madrid, nëse nuk jam gabim, tente? Po, të mërkurën në mëngjes do të nisem në udhëtim zyrtar në Madrid, ku do të kem takim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, gjithsesi me pjesën e cila është përgjegjëse për çështjet evropiane. Në këtë pikë do të kërkojmë mbështetjen edhe të Spanjës për finalizimin e të gjitha këtyre dokumenteve teknike që i thash, për arsye se duhet të jemi të sigurt që këto dokumente nuk do të kontaminohen me kërkesa bilaterale, andaj jemi në proces të kërkimit të mbështetjes nga të gjithë vendet anëtare
anëtare të Bashkimit Evropian. Pastaj do t'i informoj kolegët e mi nga Spanja për procesin e implementimit të agjendës së reformave dhe planit të rritjes. Do të ndajmë pikpamjet tona rreth ndryshimeve kushtetuese dhe do të kem disa takime me Agjencinë për shfrytëzimin e fondeve evropiane për arsye se ne si Maqedonia e Veriut ballafaqohemi me probleme në kapacitetin e absorbimit të fondeve nga BE-ja, andaj sa më shumë i fuqizojmë këto kapacitete tani, aq më shumë do të jemi në gjendje të thithim fonde pasi të bëhemi antar i plotfuqishëm i Bashkimit Evropian. Por edhe në pyetje ju pyes, deri ku jemi me grupimin, me formimin e grupeve negociuese? Struktura negociuese është në përpilim e sipër. Besoj që shumë shpejt do të jetë gati që pas zgjidhjes eventuale të mund. Se janë sektor, lloj-lloj sektorësh, unë e di. Struktura është definuar, është standarde nga Komisioni Evropian, mirë po në të gjitha strukturë duhet të mobilizohen diku mes 800 dhe 1000 persona kryesisht nga administrata, por edhe nga sektori civil dhe nga ekspertë të ndryshëm. Nëse nuk jam gabim në të kaluarët ka pas disa mungesa të njerëzve të gjendjet në për sektoret e ndryshme dhe kështu me radhë. Struktura negociuese asnjëherë nuk ka qenë e finalizuar, çdo herë ka qenë vetëm krye negociatori. Domethënë më herët nuk ka qenë e finalizuar. Këtë si proces që e flitni ju është detektuar edhe me procesin e screeningut, por edhe me raportet vjetore të Komisionit Evropian, ku disa institucione, përfshi edhe Ministria për Çështje Evropiane, kanë mungesë kapaciteti për të kryer, do të them, obligimet në dinamikën e cila është e dëshirueshme. Për mi gjetë njerëzit që në ekip për mi bë ekipet nuk kemi problem. Mendoj që nuk do të kemi problem, jemi duke punuar aktualisht, kemi mbështetje teknike nga delegacioni, jemi duke përgatitur një grup të ri të punësuarit. Personalisht kam bashkëpunim shumë të afërt edhe me sektorin civil për arsye se një pjesë shumë e madhe e ekspertizës është edhe në sektorin civil. Së bashku me ndihmën e Komisionit Evropian, mendoj se do t'ia dalim në fund. Zotëri Mortezani, në kaq pyetje pata për këtë intervistë, nëse keni diçka për të shtuar edhe. Ju falenderit për mundësinë e dhënë të bisedojmë për këto çështje që janë shumë me rëndësi për arsye se qytetarët tonë në përgjithësi antarësimin në Bashkimin Evropian e lidhin drejt për drejt me kualitet më të mirë të jetës, me siguri më të madhe, me kualitet më të madh në shëndetësi, me arsim më cilësor dhe me një perspektivë më të sigurt. Të antarësuar në Bashkimin Evropian. Absolutisht, andaj për mua është gjithmonë shumë kënaqësi të flas mbi këto tema që janë me kaq rëndësi të madhe për qytetarët. Faleminderit që ndat kohë. Ju falenderoj për juve. Të nderuar shikues, kaq ishte intervista e sotme.